Edi Rama vijon të tregojë se nuk i ka as pak mirë punët me amerikanët dhe duket se tani ka filluar të hedhë syt te armiqtë e Trumpit. Pas talljes që i bëri në praninë e Macron, dje Edi Rama vendosi të luajë sërish me zjarrin, teksa prezantoi një park eolik në tropoj. Rama u shkeli syrin kinezëve. Po mos të ishte Shqipëria kaq e rëndësishme potencialisht, kinezët që janë civilizimi më i vjetër edhe tregtarët më të padiskutueshëm nuk do i kishin vënë syrin dhe nuk do e konsideronin Shqipërinë si pikën e mjaltit, u shpreh Babloku. Dhe këtë nuk e tha në një bisedë të mbyllur me investitor, por në pranitë të ngarkuarës me punë të SBA-ve në Tiranë, Nancy Van Horn, duke u bazuar te mençuria mira vjeçare e Kinës, edhe duke u bazuar te eksperienca dhe uria përfitime e Amerikës. Ne jemi fiks vendi i duhur, në kohën e duhur për ju edhe për të gjithë të tjerët që duhet vinë këtu në këtë treg të vogël për të kapur tregun e madh që është jashtë kufive të këtij vendi të vogël, shtoi ai. Por kjo është sfidë e hapur ndaj SBA-ve. Prej muajsh ambasada amerikane në Tiranë ka dhënë mesazhe të qarta për rrezikun që paraqesin investimet nga vende si Kina, veçanërisht në sektorët strategjik dhe infrastrukturë. Më 24 nëntor 2025, Van Horn deklaroi: "Një mekanizëm për shqyrtimin e investimeve është një mjet ligjor që u lejon qeverive të shqyrtojnë investimet e huaja për të siguruar që ato nuk paraqesin rreziqe për sigurinë kombëtare. Një mjedis i tillë është i drejtë dhe i parashikueshëm për kompanitë amerikane." Në nëntor 2024 ajo kishte theksuar sërish: "Të shmangim investimet që nuk janë në përputhje me interesat shqiptare apo që sjellin rreziqe. Bashkohuni me vendet e Bashkimit Evropian që kanë mekanizma për verifikimin e investimeve." Në vend që të ndërtojë këtë linjë të kërkuar nga partnerët strategjik, Rama vendos ta promovojë Kinën në mënyrë publike, si një fuqi e uritur për tregti dhe të vlerësuar si partnere nga tregtarët më të mençur. Kjo sjellje diplomatike nuk vjen në një vakum. Edi Rama nuk ka marrë asnjë urim nga SBA-t përfitore në zgjedhjet e fundit, as një vizitë zyrtare në Washington që nga koha e administratës Trump dhe as një ftesë për angazhime bilaterale në nivel të lartë. Në krahun tjetër, dosja McGonigal është ende aktive në SBA dhe lidhjet e saj shkojnë drejt për drejt te Kina. Në qershor 2017, gjatë një darke me Duchkën, McGonigal i zbuloi hetimet për Komitetin e Fondit të Energjisë së Kinës. Po ashtu reagimi vjen në një kohë kur Jared Kushner duket se po tërhiqet nga investimi në Sazan. Procedurat kanë ngecur dhe me shumë gjas tentativat e Ramës për t'u afruar me dhëndrin e Trump po dështojnë. Elementi tjetër është se drejtësia po e godet nga të katër anët qeverinë dhe nën rrogoz flitet se mund të jetë dora e SBA-ve. Madje thuhet se SPAK do shkojë deri te kreu i qeverisë. Bazuar te gjithçka më sipër, duket se Rama po gjen dalje alternative. Sot u shfaq në Arabi ku madje shiti si sukses se ishte dekoruar nga Bin Zayed Al Nahyan. Nga ana tjetër u jep mesazh kinezëve teksa dërgon në Indi Koçokok dhivën. Të gjitha këto tregojnë se SBA-t e kanë futur në cep Bablokun dhe i ka pisk punët.